4.000 publik për jashta, u bo aty atmosferë të brorit, që. Kër më kapën ato, me thonë drejtën rusët, ai publik ai bën impresion rusëve. A kupton që mos marrin mu, po ato rusët ma marrin automatikun këto. I thoshin largov, dhe më duket se edhe i hudhën pak këto najrë. Po, mi largu njerëzit, po më dhënë drejtën, më kanë thonë që më kanë qenë brenda, një kohë gjatë kanë dhejtë publiku rreth objektit që me mbështet mu në atë formën e vetë që është e më shkoj. Si fundit, u kriju kjo rrethon, edhe unë, asë njëherë nuk e ndi vetën keq, ose me thonë pishmën, si thot një fjallë e poplit, që e kumë bo, e baj dhe prap e baj. Se kam atë problem, hiq. Absolut, për vendin tem kër vjere puna, pavarësisht rrethonave, pavarësisht njerëzit sa kanë tani, ose njerëzit që i kanë kishpërdor edhe uniformën e kësaj ushtrije, se ka edhe nga ato që i kanë përdor. Tani nuk po futni shumë detaje, po flas vetëm për ata. Për ata ushtarë që kanë qenë me gjak shqiptari, për ata që e kanë dashur këtë vend, që e dojnë, për ata që kanë luftu. Bekim me qenë se jemi në emision Rrëfim jete, edhe i cek edhe disa gjana që kanë ndodhur gjatë luftës, gjatë periudhës luftës, po edhe ato pas lufte që veç jeni arrestuar nga KFOR-i rus. Keni ndonjë rrëfim tjetër që mund ta ndani me ne dhe me shikuesit tonë? Po patjetër rrëfime kam edhe shumë tjera, po me që jemi te faza e luftës dhe para luftës, do të duhet seki se është edhe që ngelet edhe histori, po edhe për rinin tonë, mos t'i harrojmë gjërat, megjithëse ato janë dokumentuar në forma ndryshme, unë jam edhe nga gjenerate që kemi përjetuar dhe helmimet në shkolla. Viteve 90-ta, na kanë helmu neve nxënësve në shkolla. Edhe në Gjilan, më duket në 5 qytetet të Kosovës, brenda një dite, i kanë helmu të një 5.000 nxënësa. Po, 5.000 nxënësa. Unë, që e këmi cek, e këmi mbaru shkollën e medicinës, atë ditë kemi qenë se klasa e me ka qenë me 2 ndarje, njëra pjesë anglisht, njëra frëngjisht. Unë kam qenë nga frëngjishtja, edhe na atë ditë kemi qenë në spital në praktik. Kurse shokët e mi, tjertë, kanë qenë shkollë, edhe ata që kanë pi, helmi është hudhë në rezervuarin e ujtë, edhe ata që kanë pi ujë, janë të helmuar. Edhe ne, duke qëndru në spital, vetëm fillun me orë nxënësa, me fillun njerëz, me fillu shokët e mi, që i kumë pa çdo ditë, shkollë, edhe paramendojnë ishmi praktikanta, një mantel të bardhë kishmi. Ishin mjekët për një kodër e vogël, se ne ishmi presion, me thonë, edhe që kemi pas në mundësi mi ndimu, vetëm mi marë nga makinat mi vendos spital. Përjetimet janë të meru se skenat se janë edhe në për YouTube, helmimet e Kosovës, po dhe mrenda spitalit, kemi pa, ju vinte mu të shmend njerëzve. Nuk vëshme me kontrolu më vetën nga helmim, së kur shmendër e mi më shumë, dështë edhe murit me koke, me romë dyshe me, vetëm e kemi këshyre, kemi mare, kemi afru pak me një formë, mjek sa mushe, edhe ato s'kishmi ide se qa bëndodhë. Unë këm qëndru me shumë shokët e mi, një 2-3 ditë në spital Gjilan duke ndimu të helmume. Jem pjesë e helmimeve, edhe kjo është nga represioni i regjimit sërb, po në bas helmimeve, ne vazhdojmë prap shkollën, po ndodhe edhe një gjë e vogël në shkollë, në gjuhën sërbe, që e kishme të obligume një orë, dhe profesori i gjuhës sërbe, si një pjesë e tjerve nacionalist, në bi nacionalist, edhe këto që ishin 6 persona i kisha të helmu, shokë dhe shoqe, këto, në brenda ditës 3-4 herë u alivenoshin, edhe një moment, sa njëri i rënë gjithë. Edhe aj, ju që me shku edhe mi kapë që mi dhonë si lojnë dimit pak të si njeri, tha shife artista shqiptarë, se ne bënim ati artë, ne bënim ishme në teatrë, ati duke rarë. Nuk është e vërtet kjo. Po, edhe unë ngrita në koma, edhe ke parasysh karikat dhe drunit në shkolla, në bankat shkollat që kemi pas, ndashtë edhe tani nuk i kanë, edhe unë ngrita në koma, edhe karikën e maj e kështu ndore merë dërë të hundaj. Do të me mshua, dhe ndëgjo, për artistë se mifshin mu edhe atëherë që unë mira me kongë, me fisarmonik, me qifteli, këndoja, për aktivitetet shkollës, për ndonjë tubim me shokë e shoqe, ako do shëtit e kështu, është për artist jam morë, po unë po rrinë kom, unë s'po binë tokë. Tha qëka janë këto, tha shka janë të helmu, mi keni helmu.
Dhe vendi kështu shkumonte nga goja, po e kuptoj që po të mprekte me karik doja më shoje. Pasoj nuk i dija ma vonë, po në ato momente asë që ku mendu 2 herë. Po e kuptoj që edhe që dhe more karikën në kokë dhe u largu. Po, këto ishin ato. Do më lufta nuk ndodhi pa hiçdo. Lufta ka ndodhur se nga lufta 2 botërore nuk ka nalë presionin ndaj shqiptarëve. Për që ata, ju lutem, gëzoni e lirin, knaqni e lirin. Gëzonu me këtë që e kemi. Sa e mirë është, po e them tani, çdo njeri merr frymë çdo sekond. Ndoshta edhe harrojmë, nuk ja dim vlerën e oksigjenit. Çat moment që kemi probleme frymëmarrje, thon, sa me vlerë që ka ajri edhe oksigjeni. Kështu është edhe liria. Ta gëzojmë këtë që e kemi pavarësisht shumë gjërave që domthonë nuk është aty ku kemi dashur ne ose ku synojmë ne që të jetë Kosova dhe Shqiptaria. E vërtet është, do të lajmë pak temën anash të luftës, me qenë se u fokusuam shumë në periudhën e luftës, edhe me qenë se është emisioni rrëfimjet, pa tjetër do të mi rrëfy shumë gjanat, edhe sidomos gjanat e luftës asnjëherë nuk do të mi harruar. Jo, pa tjetër. Se sidomos gjeneratat e reja do të me kuptu në si popull çka kena kalue, për ata që e the ti lirin që ne e gëzojmë sot. Kisha me shtu diçka të gjeneratat, falë si ndërpreva, po ma kujton një rast këtu në Prishtinë. Si gjenerat, unë do më thonë jam janar 72 të si lindër, po jam me gjenerat 71 isha të shkollë, një moment të dokumentacionit këtu në Prishtinë, edhe shkova me morë letërnjoftimin, edhe sa e po një punon se vitin e datë lindjes, unë mbush me lotë. Unë nuk e kuptohen atë moment, e kupton? Tho, bekim, a dalë tha njerë të marrë ngryk. Ishte në moksha, ja. Thosh, po më mendohet që po mjef nga kanga, kupton? Thosh, po më hajde, sa është e problem. Tha të marrë ngryk, tha se ju një gjenerat e artë, ju një gjenerat e rezistencës, tha. Ju, tha. Thash, po më befasove. Tha, 10 vjetë djalë jam Suedi, tha si kum po. Qatë fatë e kam thashe edhe unë, se edhe unë 10 vjetë s'ku marrë nga Zvicra në Kosovë, nuk e kum po as familjen, as vendin, as eqë, 10 vjetë. 10 vjetë? 10 vjetë unë kam qenë Zvicrë, parë në Kosovë. Edhe në atë kohë nuk ka pas internet, mu pa në kamera? S'ka pas të gas, mos telefona s'kemi pas, dhe më thonë, ke folë njëherë 2-3 mujtë. Sa ka qenë vështirë për ty, Bekim? Sot duash. Sa ke vujtë këtë pjesë? 10 vite mos mi pa prem. Po ja, e tregova edhe tani. Edhe kur e tregon njeriu, tregon se domethënë ka qenë nevojtur shumë. Po kjo është domethënë, kjo është sakrifica. E kuptove tani që thash gëzoni këtë liri. Ta gëzojmë, unë me ju, gjithë ne ta gëzojmë. Ta gëzojmë këtë liri se kujtoneve kthenu pak mbrapa qa fola për hetimet, po kjo është 0.1% që i pjesës time që ka ndodhur me tjetrën pjesë popullit, ha? Që kanë lënë gjakon e ka ndodhur çdo gjë, ha? Këtë që më kesh dhe më thonë. Se cili ka rrëfimet në veta. Rrëfimet e veta, kështu që ta gëzojmë këtë që e kemi, ja. Dhe më edhe unë jam, më ka përqafu ajo dhe si ndalë të lëtët ajo gruja, pa e njoftë, ne u mendoj që po më njef nga kanga, tha ju një gjenerat, tha si gjenerat, ju keni vujta, ju keni bo rezistencën, dhe më thonë, nuk është vetëm 71, 72, po kjo gjenerata një dekaqe, dhe më thonë, nga 65 deri 75, po e thëjmë unë nga këndvështrimi jem, se s'ka ndo një statistik, se mos mendoni se ai gjeneratës si 60-ës nuk ka rezistuar kështu. Po kemi kjo që na ndodhi, domethënë që ne i them stop. Domethënë edhe nuk tolerojmë më shumë. Sicili në formën e vet, domethënë sicili, edhe ai që ka qëndruar edhe unë që ku qëndru 10 vite parë këtu, edhe është kjo formë e rezistencës. E vërtet është, do të kalojmë te muzika. Patjetër. Muzikën ki muzikë që këndon për dashuri, muzikë që i këndon vendit. Po. Do më thënë... Patriotizmit, këngë patriotike, si që thamë dhe tjera. Janë këngë shumë e vlerë që i dëgjojmë ne dhe gjithë brezat. Na flisni pak a shumë, unë jam Skënderbeu, është një videoklip që kam po vazhdimisht. Po. Kënga unë jam Skënderbeu, po nuk jam vetëm unë Skënderbeu. Çdo shqiptar me gjak shqiptar është Skënderbeu. Dhe pikërisht, sa e ka shkru tekstin që të falimdore jo e fitë dhe Lindita Fita nga Tirana, sa e kom lezu titullin unë jam Skënderbeu, strofën e pare refrenin, thash, kjo është kënga, thash mos e prek pik as presje. Me gjithë me thash, pik as presje. Thash, kjo është e goditur. Është një këngë
nga këngët e mia patriotike, se domthonë deri në këto momente unë kam promovu 38 këngë deri tani, nga 2020. Komplet domethënë karrierën time kam 59 këngë të promovume. 59. Po i kam ndonë në dy faza, po 59. Në dy faza, faza para luftës ka pas këngë që janë me pak videoklipe, 2-3 videoklipe, rrethonat kanë qenë teknologjisë e shumë gjërave, nga kam pas pauzën për shkak që jetoj në Zvicrën, biznesin e këto, edhe kam fillu nga 2020, nga pandemia, kur me një farforme njerëzim u dorëzuan, nuk u dorëzova. Edhe fillova me projektet e mia, domthonë nga 2020 deri tani kam promovu 38 këngë. Dhe të falenderoj shumë që jam në emisionin tanë, dhe kjo është emisioni 125 herë nga 2020 live në emisione televizive. Nuk janë